ndërsa vota për partitë e vjetra është votë e humbur, sepse është për të kaluar. Vota për Partia Mundësia është për të ardhmen, për partitë e vjetra është për të kaluar. Unë mendoj që ky është ndryshimi që do ndodhi këtë zgjedhje. Për të kaluarën që ende është në pushtet, si... Po ajo, do mendimin tim, për mua ajo është e kaluara. Partitë që kanë qeverisur vendin, me të njëjtët njerëz, këto 35 vite janë e kaluara. Ky është i vetmi rast, qoftë edhe në vendet e rajonit që ne vazhdojmë me të njëjtët politikanë. Është e papranueshme për botën që ecë, për një vend që do të ecë para. Se ndodh një gjë. Ne për shembull dhe Shqipërinë e krahasojmë me siç kemi qenë. Dhe ngrasim me siç kemi qenë, ne jemi shumë mirë. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Por ngrasim se ku po shkojnë vendet e tjera, ne jemi shumë mbrapa. Dëgjon, në familjen time, sa e mbaj mendun, vetëm lavatriçën në vitet nuk e di sa herë kemi ndryshuar. Se një gjë që nuk punon, dhe nuk të duhet një rangall, po të duhet diçka e re do i përshtat teknologjisë. Unë nuk e di pse shqiptarët e pas kanë kaq me frikë të ndrojnë partinë, të lënë të vjetrën mbrapa dhe të shikojnë nga reja. Barbara, por të dënë një përgjigje të kjo, nëse punon, nuk është rasti lavatriçës, do me të najtë të themi, punon, kjo e vjetra në politika, por nuk punon. Pra, kjo është problem, pra nuk po punon se s'ka produkt. Diskutim për këtë. S'ka produkt, pra bile rroba pesa. Ajo që thua ti është drejt, nëse punon, hajde ta vazhdojmë. Nëse shqiptarët mund të ecin dhe me logjikën që për sa kohë punon, po e mbaj dhe unë bëj mend që kishim të vegjël, kishim atë lavatriçën që lëvizte edhe nga vendi, do të zinte edhe derën e tualetit, lëvizte nuk bën, ajo e bën të funksionin e vet, po nuk përshtatej më për ne. Bënte shumë dëm. Bënte dëm. Ne donim diçka të re edhe në shtëpinë tonë. Çdo kush, e për shembull edhe kur dal në terren, e shikoj, kur ju afrohem njerëzve në fillim, jo, prit. Partitë e vjetra nuk i duam, nuk duam më politik, dhe i them prit, se jam nga Partia Mundësia, jam Barbara Doda. Më presin ndryshe. Dhe kjo është gjë e mirë. Unë shikoj që ka frym për ndryshim. Njerëzit nuk është ajo që thoni ju, jo po njerëzit janë dembel, s'kan kohë të presin. Kjo është e vërtet. Bora, t'japi mundësinë Borës që të kthejë një përgjigje pyetjes së Klevinit, pastaj të dëgjojmë pyetjet e Sebastianit.